Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Saranda arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale AL, 54 vjeç, banues në Ksamil, pasi më datë 31 maj 2025 është konstatuar se në mënyrë të përsëritur ka dhunuar banesën e shtetases me iniciale BL, 38 vjeçe, banuese në Ksamil, e cila është e pajisur me certifikat pronësie për këtë banesë. Ky shtetas dyshohet se ka hapur me forcë dhe ndëruar bravën e portës, si dhe ka instaluar e vendosur kamera sigurie dhe një portë re në banesën e 38 vjeçares. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale AZ, 30 vjeç, banues në Vlorë, pasi është konstatuar nga shërbimet e policisë jashtë banesës, duke thyer masën e sigurimit personal arrest në shtëpi për veprën penale vjedhja. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale EB, 48 vjeç, banues në Vlorë, pasi u konstatuan nga shërbimet në rrugën Pelivan Leskaj, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.